gati çdo ditë pasi ka dalë si kandidat. Ne kena vënë qëndrimin tonë, nuk kena vot as për minusin, nuk kena as një vot për vetëvendosin dhe vazhdimin e kësaj katrahure dhe këtij viktimizimi dhe realisht besoj që është koha që mi dhon shansin qytetarit mi ndryshu gjendjen reale komplet. A është kontaktuar ndonjë deputet i Partisë Demokratike të Kosovës nga qoftë nga Konjusa, qoftë nga Kurti apo dikush për lëvizjen e vendosjes? Unë personalisht nuk di që kanë kontaktuar kanë deputet të caktuar. Sigurisht ka pas ndoshta shoqëni të rrethit të vendosjes që kanë diskutuar dhe kërkesën për me votu, po na kena thonë gjithë që ne nuk do votojna dhe ky ka qenë qëndrimi i gjithë strukturës partisë. Po me ndryrimin e që merr vendim tash presidenti në rast se dështon në politika sot. Cila është kërkesa që do ta bëj Partia Demokratike në rast se do kërkohet edhe mendimi edhe procesin e datës apo si të procedohet tutje marrë parasysh qëndrimin e presidentit se zgjedhjet duhet të detohen në mesazhin. Besoj që mas dështimit të Konjusës si mandatar për kryeministër nuk mbetet alternativë tjetër vetëm që të hapë rrugë të zgjedhjeve të jashtëzakonshme dhe sigurisht ne presim sa më e parë të ketë datën dhe sigurisht në bazë ligjit 30 ditë minimumin 30 ditë më domethënë deri në 45 ditë duhet të caktohet data e zgjedhjeve dhe unë besoj që ne si Partia Demokratike e Kosovës jemi gati qysh tash me shkëmbëzim. Ka rezultate ndryshme nga kjo aktual pas zgjedhjeve në rast se ato vendosen të bëhen? Besoj që çdo ditë është e veçantë. Çdo moment ka njeriu të drejtën e ndryshu edhe mendimin, sigurisht është mirë mos me ndryshu parimin, por kur vazhdimisht shohim që ka arrogancë, shohim që vazhdimisht ka neglizhencë të kërkesave të qytetarëve dhe për shumë edhe sfundmi që ka viktimizim, edhe pse dihet botërisht që është antiligjore forma e mundësisë e votimit të ligjit për buxhet. Por ju garantoj edhe tash që ne nuk do të lejojmë që këtu viktimizime, këtu propagandat të pin ujë tek qytetarët, sepse edhe ne kemi argumentet tona dhe sigurisht argumentet janë të qarta, janë të shkruara edhe në kushtetut edhe në ligj, sigurisht edhe faktet janë shumë të qarta. Zotëri Shtoko, me ndryrimin e kryetarit, a beson që ka me mujtë me ndryshu sa do pak raporti mes vetëvendosjes dhe PDT-s? Absolutisht po. Unë besoj që me ndryshimin edhe kryetarit Bedri Hamza do të ketë një ndryshim pozitiv, sepse neve na ka rastisë me u taku me shumë qytetarë të cilët nuk ishin të partive politike, por kishin dyshime se kush do të vendos në qeverinë e Bedri Hamzës, a do të vendos kryetari i partisë apo kandidati për kryeminist apo kryeministri, dhe besoj se tash kemi heqë këtë dilemë. Bedri Hamza është kryetari edhe i partisë edhe kryeministri jashtë. Edhe në përfundim falenderoj data 25 dhjetor, a është datë e pranueshme për Partinë Demokratike e Kosovës? Për neve çdo datë është e pranueshme, sigurisht ne preferojmë një datë sa më të afërt për arsye se ne duhet të pas edhe konsiderat edhe pushimet e qytetarëve tonë. Faleminderit shumë.